Në vitin 2000 kam qenë mësues në një shkollë të mesme bajramësore, pra masi mbarova studimet, dhe një misionare ka ardhur dhe më ka kërku nëse do ta kisha konsideru me punu me organizatën Shpresë për Botën. Ishin në nevojë për me pas një staf të një prej institucioneve rezidenciale, edhe unë kam shku aty dhe kam pa të shtëpia e fëmijës, i kam thënë po do të vi të shoh situatën. Sa kam hyrë të shtëpia e fëmijës kam pa një mori të madhe fëmijësh. Një mori të madhe fëmijësh në sytë të cilëve kishte shumë trishtim. Nuk e di, domethënë është shumë e vështirë me përshkru peshen e madhe ose atë lloj presioni që kam ndëgju kur kam hyrë në atë institucion. Pra, fëmijë që me ta thënë sytë i kishin zgurdullum, gati të kërku se nuk e di as ç'a dona, po di ç'a dona. Edhe kam hyrë në institucion edhe kam pa që në shumë prej krevatëve që kishin fëmijët në dhomat e gjumit, kishte Kurana, sepse një organizat kishte kenë aty të operu për shumë vite. Kështu që ka kenë kjo rrethanë, po thona një nxitje e drejtë për drejtë. Unë i kam thënë kësaj misionares Terezës, shife, nuk du me pyet për asnjë gjë, vetëm e di me siguri që Zoti më ndan këtu. Në fakt gjaja e fundit që kam menduar ndonjëherë është që unë do të punoj me ndonjë institucion rezidencial me fëmijë pa kujdes prindëror, por nuk e di, ka qenë një moment aq i plot edhe aq thash e kam shumë të vështirë me përshkru me fjalë, por aq nxits, aq thirrës, sa unë nuk kam mujt me i thënë jo asaj gjaje në atë moment. I kam thënë shive, vetëm ja gja unë du me marru vitin shkollor, sepse jam në punë, edhe sa po të marrë vitin shkollor në qershor, ishte prill i vitit 2000, kam thënë unë do t'jem këtu.